Eduard Jozef analizon marrëdhëniet mes Europës dhe Donald Trumpit, duke theksuar rrezikun e një ndryshimi të madh në politikat amerikane ndaj Ukrainës. Sipas tij, Europa mund të mbjetojë pa SBA-n, por nëse Franca përdor armët bërthamore, atëherë rreziku i një konflikti global bëhet real. Trump ka propozuar pezullimin e ndihmave për Ukrainën dhe ndalimin e ndarjes së informacioneve të inteligjencës me Kievin, duke argumentuar se kjo do të detyronte Ukrainën të ndalonte luftën. Megjithatë, Jozef beson se një qasje e tillë mund të rrisë kërkesat e Rusisë dhe ta bëjë më të vështirë arritjen e një marrëveshje. Ai ndër të tjera thekson se Rusia është në presion të madh dhe çdo lehtësim ndaj saj mund të ketë pasoja të rënda për Ukrainën, po ashtu dhe për Europën. Një nga skenaret më shqetësues është mundësia që Trump të negociojë një marrëveshje që parashikon lëshime territoriale nga Ukraina. Kjo do të krijonte një precedent të rrezikshëm dhe mund të dobësonte pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arenën ndërkombëtare. Në këtë kontekst, Europa po shqyrton alternativa për të ndihmuar Ukrainën, duke përfshirë financimin, dërgimin e trupave dhe rritjen e aftësive mbrojtëse. Një faktor kyç është Franca, e cila sipas presidentit Macron mund të përdorë arsenalin e saj bërthamor si mjet parandalues. E nëse SBA të rriqet nga angazhimet e saj në Europë dhe në NATO, Franca mund të marrë një rol më agresiv, duke rritur ndjeshëm rrezikun e një lufte të madhe. Ky skenar mund të përbëjë një kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë globale.